Qarku i Durrësit po përpiqet ta përshpejtojë legalizimin e mira ndërtimeve pa leje që janë ngritur gjatë tranzicionit. Zyrtarët besojnë se mund ta mbyllin plotësisht të proces në fund të këtij viti. Bëhet fjalë për afro 23.000 ndërtime pa leje në qytet dhe në shumë komuna e bashki përreth. Në të gjithë vendin janë mbi 250.000 ndërtime pa leje në qytete dhe fshatra. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Durrësi. Agjencia e Legalizimit dhe Urbanizimit të zonave informale në rrethin e Durrësit është ndarë në disa pjesë nga janari në përpjekje që të përpunojë mbi 22.000 dosje pronash të reja. Kryeja është ndarë me një zyrë më vete, po ashtu edhe bashkitë dhe komunat më të vogla të Durrësit për të shqyrtuar mira dosje që prej 7 vjetësh prisnin përgjigje nga një zyrë vetme. Drejtori i Aluiznit në rrethin e Durrësit, Erion Jakova, thotë se aktualisht janë paraqitur mbi 12.000 kërkesa për legalizim të ndërtimeve të parregullta, nga të cilat janë përpunuar mbi 8.000 raste dhe kanë certifikatat e pronësisë 3.000 familje. Synimi jon është që të rritet numri i dosjeve. Është rritur edhe numri i punonjësve, do rritet numri i punonjësve në drejtorinë e Aluiznit dhe do rritet dhe numri i dosjeve të legalizimit të përfunduara. Besoj që brenda vitit 2013 procesi i legalizimit për drejtorinë e Durrësit do jetë përfunduar. Zoti Jakova u kërkoi qytetarëve që të kryejnë pagesat për legalizimet që kanë kërkuar, sepse sa më shpejt të kryejnë pagesat, aq më shpejt do të ecin edhe legalizimet. Të bëjnë pagesat dhe të vazhdojnë me procedurat e certifikimit të pronave të tyre. Nga afati i pagesës deri në certifikimin e pronës tyre zgjat vetëm 48 orë. Në momentin mbasi qytetari paguan paketën financiare, zgjat 48 orë certifikimi i pronës së tij. Çdo ditë përpunohen 120 dosje ose 60 dosje nga bashkia dhe 60 dosje të tjera nga zyra e komunave. Në zyrën e re të Aluiznit, që mbulon bashkitë dhe komunat e vogla të Durrësit, po trajtohen rreth 6.000 objekte të ndërtuara pa leje. Shefi i zyrës së re, Petrit Ismailati, thotë se kjo ndarje re do të përshpejtojë punën për të kthyer përgjigje mira kërkesave për leje legalizimi. Kjo zyrë shap në fillim të vitit, gati një muaj gjys, dhe merr vetëm me komunat dhe bashkitë të Durrësit si Mand, Suks, Maminas, Shijak, Xhavzoti, Ishëm, dhe vetëm me këto toka, sepse kemi edhe shumë toka me pronar që ne intereson, do të vazhdoj komplet legalizimi dhe tokat që janë në pronësi të shtetit. Do ecim shumë, do bëjmë shumë për komunat. Nga viti 2005, kur nisi vetë deklarimi dhe kërkesat për legalizim në qarkun e Durrësit, janë miratuar 13.000 objekte të parregullta, ndërsa vetëm në bashki gjatë vitit kaluar janë bërë gati për legalizim rreth 8.000 objekte informale dhe shtesa informale në ndërtimet me leje. Sipas studimeve nga ajri dhe në terren me foto satelitore dhe harta topografike, gjatë 20 viteve të fundit në Shqipëri janë ngritur mbi 250.000 ndërtime të paligjshme në troje shtetërore dhe private, në fshatra dhe qytete, në qendra dhe periferi të tyre, si dhe në shumë toka bujqësore. Ndalimi këtyre ndërtimeve kaotike ishte po aq i vështirë sa edhe legalizimi i mëtejshëm i tyre. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Durrës.